sepse babai I Judehes presupozohet që quhet I kalueshëm përballë çdo lloj filtri automatikisht pa gjykim. Afër fat. Se historia që të kam treguar me atë bankën që shkoi për të marrë kredi në bankë dhe duke I parë certifikatat, letrat e aplikimit për kredi, oficeri I bankës dallon një emër të çuditshëm, thotë, "Kjo gjyshja jote pse ka kështu mbi emrin e?" Dhe ky thotë, "Gjyshja ime kishte këtë emër hebre, një janë bëllë gjithë. Pa emër, që ke po dallë fare. Zbën ky aplikim. Shko merr certifikat të gjyshes, të mamas së gjyshes, pra të gjyshes, dhe ti thua nuk ke nevojë fare për plotësuar një formular dhe s'do paguash asnjë përqindje. Quhet privilegji jude në botën e biznesit. Dhe ky privilegj